tani në s'ka palë, midis palëve ka marrëveshje, ka gjëra, këto janë veprime të një antari apo të dikujt tjetër i cili ka thyer këto rregulla që unë i parashtrova. Dhe nuk ka nevojë fare as për negociata, as për gjuhë përbashkët dhe as për ndërhyrje të tjera. Tash çdo njeri është i ndërgjeshëm kur hyn në një formacion politik, pranon gjitha rregullat që formsojnë formacionin politik dhe në rast të kalimit të këtyre rregullave vijnë pasojat automatike. Se çfarë do ndodhi në tartën pastaj, kjo është në dorë të vetë zotit Saliani. Tani për tani situata është kjo që ne parashtrojmë. Pra kemi një vetë përjashtim, nuk ka të bëjë fare me garën në Partinë Demokratike, vetë përjashtimi ka ndodhur kohë më përpara, kohë para se të hapesh gara për krehun e Partisë Demokratike, dhe në këto kushte është një veprim që ka marrë pasojën e tij para se të jemi përballë kësaj pyetje që ju parashtruat. Unë mendoj që e ardhmja është në vazhdimsi dhe çdo gjë mund të modifikohet apo mund të rregullohet në bazë të mënyrës reagimit të çdo antari të Partisë Demokratike në raport me respektimet që ai duhet realizojë brenda aktivitetit të tij.